ndonjëherë njeriu pret edhe të zgjedhin, se gjithmonë kam bërë unë, si thuash, po pret edhe të zgjedhin. Dhe rezultati vendos pastaj gjëra tjera që kupton. Sepse unë kam dhe një X mosh që nuk kam kohë më për humbur, si thuash. Më duhet ja dedikoj pak edhe vetes time atë kohë. Kupton? Pavarësisht se unë jam kështu gjithmonë, kam atë shpirtin që ndonjëherë më duket, sinqerisht e kam, ku ta them këtë që ore jam unë kaq vjeç. Edhe unë e kam të gjithmonë. Se më duket shumë e vogël vetja. Edhe unë e kam. Më duket shumë e vogël, e kupton? Edhe unë e kam atë. Se jam unë kaq, unë jam, po jo më se s'kam shku. E kupton? Edhe unë jam. S'më besojt as vetë që jam kaq sa jam, e kupton? Nuk arrit dot as ta. Dhe pse me fjalë them që jam 100, ose kam kaluar. Jam shumë, po ndonjëherë dhe prandaj ajo më bën mua që kem atë shpirtin luftarak që s'dorëzohet. Them unë. Po prap, nuk do të çoj luftë të jetën me rëndë, e kupton? No. Unë kam mundësi të zgjedh të jetoj shumë në harmoni. Kjo është. Ne jam i bindur që në momenti që do ta ndash trurin të jetosh për vete. Po tani s'kam, deri tani se kam bërë, se më është dashur që të sakrifikohem. Normal që. Kupton? Normal. Se prioritet nuk ka qenë vetja ime, sepse ashtu erdhi jeta, prioritet kanë qenë fëmijët, sigurisht. Shiko, s'ke qenë vetëm femër, ke qenë nën, ke qenë grua. Kam qenë dhe burr. Ke qenë dhe burr. Kupton? Kështu që 3 në 1 nuk ka më prioritete. 3. Unë jam i bindur që Kështu që Zoti e ka dhe një thesar për ty. Kështu që never mind. Jetoj këto ditë si ti do qefi. Do me thënë është për çudi madh. Më ka mësuar të kem ato role që unë as se kisha menduar që do kisha shansin t'i kisha ndonjëherë. Si në një, ti bën një regji, dhe bën një skenar, dhe e fut këtë, i jep një rol këtij njeriu, po ndërkohë s'ka kush ta bëj dhe ndërkohë i jep 4 role, ku di unë. Si do t'i menaxhoj ky robi këto 4 role? Do t'i menaxhoj ashtu si se robi në të vërtet nuk menaxhon asgjë. Mirë keq, e finalja është që i kam bërë unë, se sashi rezultati, po i kam bërë edhe shumë e çuditshme kjo gjëja. Si kur bën kështu në një rezime thua, po si kam mundur ti bëj këto gjëra. As vetë nuk e beson. Është guxim shumë i madh të betohem. Për këtë jemi. Edhe për mua ishte shumë vendim i vështirë për tu marrë, se nuk kisha kondicionin dhe isha para një gjëje shumë të madhe për mua. Dhe për me ndalu kohën, për me i dhënë kohës, me fika telefonin. E kupton? Një gjë se kisha menu kur që mund të ndodhte edhe për nga në thellë në ndërgjegjen time.
është momenti që është më sakt, është formati perfekt për të njoftë veten. Falas. Me kosto shpirtërore, por një gjë që duhet. E ke parasysh kur themi ndonjëherë sikur të ndodhte diçka që fap të kthej gjëja. Më kupton edhe të pra të derdheshin të gjitha. Dhe unë them rrije përfituroja të derën kur dal, janë ja 3 kazane me halle. E kupton? Që më derdhe në kokë. Edhe unë e mendoj atë. E kupton dhe ca specie, e kupton, që bëjnë zhurmë. Si këto bret kocat që janë. Por, çudia më e madhe tradicion. Gjithsesi, unë kam bërë një gjë më të bukur në botë, për sa i përket kësaj gjëje, që mbushe me gëzim. Ju kam plotësuar dëshirën gocave, sinqerisht e them. Prap dalke mbase tregohem më egoiste që ke pjesa e fëmijëve, po ja u plotësova dëshirën që t'isha këtu. Elinara, nuk mund t'i kesh gjitha në jetë. Jo, absolutisht që po, jam dakord. Përpiqu të kesh më të rëndësishmet. Prioritetin. 1, 2, 3, bëj një checklist edhe jetoje jetën sipas asaj liste. Unë shifsha edhe një kur shoh shumë me telefon, më dukte telefoni si një kështu, si një vegël pune, e kupton, si çekiç, si Po. Prandaj duhet të jesh vetja këtu, që të njohësh veten. Nuk kam qenë shumë. Po ishe tjetër, po u bëre tjetër, po të tjetërsohesh orë e minutë. Jo, e kupton, ti s'ke arrit gjë, të paktën. Jo, po s'ka shanse tjetë ajo gjëja, se unë kam qenë qikësi shumë, ajo. Është too much kjo imja, për hirë të vërtetës, po Se është too much, me kos. Është sepse unë shfaqem lakuriq, në çdo drejtim, kupton? Edhe e rëndësishme nuk e di se për mua qa pasqyrimi do ketë në të ardhmen, e kupton? Kjo gjëja. Po të them unë. Sa e përkthyeshme mund t'jem për disa tjerët nuk do përkthehem dot kurrë, kupton? Ti je sigurt për ata që duan të përkthejnë, do marrin fjalore dhe do të përkthejnë, ashtu si e ke thënë. Për ata që do duan të të bëjnë keq, do manipulojnë, për ata që do duan të mirën tate, do të adhurojnë. Që është si këtu mrenë. Më kupton? Jo të gjithë s'të duan. Më kupton? Ka dhe nga ata që të duan shumë dhe të kanë zili. Ato është edhe ke gjinja tjetër, kupton?
Do me thënë, Kjo gjëja është e të dyja, po, bro. këtu më çuditi, këtë mësova këtu. Se në jetë reale kam bjerë nga gjinia ime. Kurse këtu, atë pashë dhe nga gjinia tjetër. Mashkullor. Po, që se nuk e kisha menduar këtë gjëja, kjo më ka dalë jashtë Pritshmërive. pritshmërive të mia. Se nga që jam vetë shumë, ka në grekët një shprehje athoa, athoa, shumë e çiltër në këto kështu, dhe këtë se prisja, nuk e prisja, dhe më vjen për qeshur, është qesharake si gjë. Shumë qesharake. Sa vite mbrapa më zhdukur dje, për shembull, ai Andueli në Prime, ku ma bënte. Ke parasysh, ke marri goja Gjino, ato vite, dhe akoma më mbrapa, ke parasysh paradoksale, do me thënë të mendosh në këto vite ku kem kjo puna e se sa të hapur e ke diapazonin, pse zemër nuk e qajmë do, nuk e Nuk ta marrim, shohim, nuk do. ta shohim. Po, Tolerancë shpirti. Dhe patriarkalizmi. Patriarkalizmi është Këto akoma, janë dy gjërat që janë në luftë. është akoma shumë i theksuar. Shumë. Është fatkeqësi, kjo është Të fatkeqësi e madhe. përshëndes me këtë këngë. Faleminderit, është my song. Really? Kur këndoja, ai që erdhi që takua ma ditë, se unë të kam thënë që baja muzikën blues, rock, kështu. Unë këtë këngë e kisha të 4 herë në javë, të përditshme në repertor. E kisha të preferuar, i kisha fut në repertorin tim, se repertorin e zgjodha vetë. Ishte një nga të... Po, sigurisht unë kam teknik tjetër në tani ai është ai, unë se ajo është që ti kur e merr këngën e dikujt ta Është tjetërsosh, interpretimi, edhe ajo është një gjë më vete. Se kjo ka shumë versione, ti e di. Si që ishte versioni që këndoi David Gjerau, Eja në premët e të marë, që së ngjanë me një tjetër version, me një tjetër. Po se ai është interpretues shumë i mirë, vërtet. Është i ka gjërat në mënyrën e vet. Ka Po pra, është çështje personale, po. Organizitet, ka Po, për shembull jam me atë që çam. originalitet. Me originaliteti vetë, e kthen në të vetën, gjën e vet. Me bënd vetën dhe Po unë jam tjetër pastaj se çka kam qef unë të dëgjoj, e kupton? Se si dua ta dëgjoj atë version. shumë interesante kjo ura këtu. Shumë. Më gjëja më e bukur që për mua, në këto... Gjunaf që na e kanë privu. Po pra, është lumi, është Jo lumi, përroj. përroj, më fal, ke lëndinën nga krau tjetër, ke pemën dhe ke dhe shtëpinë dhe Fakirin edhe individët që ti do të shkosh dhe do jetosh, ke vetmin tënde, ke gjithë të parajs që të ka dhënë Zoti, dhe si do ti, po këtu të del diçka perl. edhe imagjino mos jesh vetvetja dhe këtu, ku mund t'jesh?
Askund. Ja. Disa e zymë të ajo shpi planetit gjithë. Kush do t'i kem këshu këto gjeste dhe këto gjërat? Djeve. E ato këshu. Wow, qa perlesh për kthimin e artit që do i bëj unë këtyre gjërave. Po. Si do t'a kthej këtë gjën, gjitha këto kështu, këto kështu, këto kështu, këto ku di unë. Bo. Bravo, ja. Të erdhi atmosfera. Pas nuk mu dha rasti këtu, po do m'jepet kur të mbaroj kjo gjëja. Sigurisht se këto janë gjëra që lën gjurmë, do lën një gjurmë shumë të madhe. Është një botë brenda një bote. Kupton? Kjo gjëja ka që ishim ne, është një botë brenda një bote. Nuk është, do me thënë, nuk është thjesht bota, po janë dy. Dhe po të referohemi Dantes, pastaj, ajo sëron shumë bukur Dantja ke 9 portat e ferrit. Që aty thjesht, nuk është thjesht për ferrin se si i perceptojt, po nxjerr në pak karakteret e njerëzve, se si është qasja edhe pranimit në këtë gjë, kush dhe në kë unaz, në kë gjë do shkosh ti, domethënë. Dhe ai që ka bërë një veprim që është pak më i lehtë, mëkati, prap dhe ai do ketë forma të ndryshme të përjetimit aty. Është shumë filozofike dhe edukative në njëjtën kohë. Dhe po të mendosh që janë të gjitha brenda njeriut, ato rrathët. Po, ato rrathët. Dhe kjo është ndërgjegja, atëre kupton që s'ka të bëj me ferrin dhe parajsa. Po, pikërisht pra. Prandaj të thash është perceptim, edukim, qa duhet të marrësh ti dhe qa, dhe si është ndërtuar Ropi, si është ndërtuar. Shiko, ai është një manual që në botën e sotme, e kupton. Jo, shiko tani, ai është një manual që në botën e sotme, ose në perceptimin e dikujt, merret që pse duhet ta besoj unë se këtë e ka shkruar në fund të fundit një njeri që ka qenë një individ si gjithë. E kupton? E ka shkruar Randi, edhe pse duhet ta marrë të mirë qenë unë këtë gjë. Por, në thelb nuk është që e ka shkruar Randi. Frymëzim hynor. Është frymëzim, ajo është tamam frymëzim hynor. Dhe aty lind ajo ndërgjegjësimi që dalë se po për ne them manual. Randi nuk është i rastësishëm. Kupton? Nuk është asnjë gjë nuk është rastësi për mua në këtë gjën. Nuk është asnjë gjë. Unë them është e vendosur me mënyrën më në perfekcion, me llogari, me matematik, me çdo gjë, qoftë edhe kjo gjëja që ndodhi këtu, që po ndodh tani, që do ndodhi. Edhe që do ndodhi. Gjithsesi prapë se dim se është një forcë tjetër e mbi ne që
Ti prap se dim, po prap... Unë kam kuptu i gjogje sa më shumë gjëra kam jetu, mendoj se kam përthithur, kam mësuar, kam mashu, kanë raposht gjitha. Vetëm me një fjalë. Po më mirë. Ka rënë poshtë me një fjalë, sepse aty bëhet pastaj kemi të bëjmë me luftën e jetës, me përplasjet. Po e di me jeta shumë. Kemi të bëjmë me gjënë si koncept. Jeta nuk është e thjeshtë, për as kërkënd. Si që nga. Për as kërkënd, nuk është e thjeshtë. Ty pastaj është zotësia jote se si do, ose si do ngrihesh kur ka rënë poshtë gjithë kjo gjëja që ke menduar apo ajo është filozofia edhe që e rrugën. e rëndësishme është shumë më herë më e rëndësishme të dish të ringrihesh se sa të jesh lartë. Ky që në thotë Romeo dhe Julieta, çfarë ti them unë gjenjë këti? Rake. Rake që bo zhurë me vonë gjumë njerëzit. A kupton? Ma shu është veprimi atit. Shqyqyr nga ka bon Romeo dhe Julieta. S'na ka bon emrin e na një nga lopët e veta. Nga kush? Nga lopët e veta. O zot. Se ku e di ylli Romeo dhe Julieta? Në më pyte, ore, diti sa vjeç ishte Julieta, thuj? Kot, me që na e the, thuj. Jo. Po jo, po mirë, pyte, ja. Dhe ta themu që do thot. Qka po duhet ty, qa për e di unë? Qka po duhet ty? Do të lodhësh kokën ti, po mirë. Kot për tu bo shakam? Po prap, dakord. Ja më mësot ti e rando, thot. Ja ma trego ti se du po... Që po du me mësu këta? Unë që e kam një gjuhë, mësi që e këshu, e kam një gjuhë. Po ku e një gjove, kur s'ta mësoj? Aty është më bedi, ku e një gjove? Që tash duhem me mësu? Edhe ai të merë diçka nga këto, ti ja shpjegon, nga gjitha i shpjegimi që ke bërë ti, dy gjëra i mbani fut në xhep, nuk ja shpjegon. Dhe kur vjen diçka i përdor për interes vetë. Ja shpjegon tjetër për tjetër, edhe ti e kupton e dia ose dia ai, pavarësisht se ai mund të bëj sigur e mori. Dhe ikim time në petu. Do ikim për tjetër, si. Okej, tash i këtë unë nuk e qoj do të plot. Jo, mos e derë, do ja qoj unë plot. Jo, mëse mua më derdhet. Pse? Unë do ja qoj plot, do t'i them... Po mirë. Ta solla, me që më the të ngelt në fyt, urdhon nuk e piva. Dale. Kemi harruqë? Jo. Me prit. Di lejnë këto. Leja aty s'ka që se në base... Mine ain't yours. Ja, Little Mike gota. got. Thank you.